Ma që këti mone. Po pse e bo kështu? O, isha ngarë më burë. Do ndim. Jo, nuk do ndim rrobë, dhe qa veni dole? Ti dole, për të shoh, i dyti. Mas mbretit të I dyti nga 2 veta që ishe. Kush ishte i pari? Unë. Se rremër. Po, për çaj po që ma trego? Tregoj kush ishte i pari. I pari pa tjetër ai që del kampion gjithmonë, Gentian Shaqiri, përshëndetje. Kënaqësi të kemi këtu, pilot formule, na mbushë me timon, me kaskën tënde, helmet, gjitha i kemi. Doreza kundra zjarrit, sa lart, ë? original. Ëndër ka mirë t'jem Formula 1 aty me Sebastian Vettel. T'jem para aty. Fakt Sebastian Vettel ka një ca vite që zgaron fare, ka dalë. Prandaj ka ëndër. Ëndër e kom. Megjithëse flitet që mund të jetë piloti i Cadillacut në 2026. Ai e di pse, unë nga që ka qenë kampion bote disa herë, unë kam qenë tifoz gjithmonë. 4 herë, ka dalë dhe rresht nga 2010 deri në 2020. Kur ishte ai kampion e Hamiltonit shifte paqen ai herë dhe unë vërtet, shumë e vërtet. Pastaj ai ka qenë në një lidhje me këtë këngëtaren. Pastaj kur hoqi dorë nga garimi. Si çfarë kanë këto lidhje të këngëtar formula. Indikonte shumë në këtë sistemin psikoemocional dhe nuk performonte mirë në pistë. Falërgjia si i kanë flokët mirë? Mirë, pa merr. Ti garove tani. Po ha pra mos e di kur dal, e ke pasur kur dalin pilotët shumë plagë me shampanjë. Po kur dimë shampanjë nuk e ke mendën te flokët më. Kush nuk e ka? Edhe ti. A e shef sa shumë diko femra në jetë valla. Nga kampion bote, dele fare, i dorë komplet. Po, edhe një tjetër gjë që thuhet për pilotët është që kur bëhen me fëmijë, pra kur bëhen prindër, xhirojnë 1 sekond më avash në pistë. Për sensin e përgjegjshmërisë. Rrjedhë e merak. E menon 2 herë jetën kur je prind. Sigurisht. Si je do ta sport gas. E menon ti me 4 fenersh po thënë. Se vazhdoni akoma me 4 fenersh. Mos thjesht Allah. E ka trendi është elektrik. E ka thënë për C klas 2011. Një pilot shqiptar në formula. Ku të filloi gjithë kjo dëshira? Te lagja, te vendi te Analidem me karroca me kuzhineta. Unë qëllova që dija të mbaja mirë timonin dhe nuk isha shtytësim nga ata se ishte njëri që mbante karrocën e njëri që shtynte. Unë fillova të jepja mirë dhe edhe ai u apasionua, ai shoku im mbas ty më shtynte dhe u bëm një ekip shumë i mirë dhe i fitonim ato kompeticionet e vogla tek ato rrugët e lagjës të Alidemit. Edhe më tej pastaj filluam ta egzageronim pak, një herë kemi zbritur nga sanatoriumi deri tek ku është tani fakulteti deri te rotonda. Po s'ka qenë rotonda, ka qenë më e ngushtë dhe kemi zbritur me karrocë të gjithën. A që vjen dishesë dhe i kemi kollaj. Po, domethënë 2-3 kilometra dishesë dhe nuk e di si arritëm me ato ifat që na vinin. Ti di që i pari gjithmonë, ë? Gjithmonë s'kam dalë i pari, po në jetë dihet, një herë fiton, një herë humb, e rëndësishme është me qenë pjesë e lojës me karrocë me kuzhineta. Me karrocë me kuzhineta. Nëse keni arritur juve, nuk e di çuna, i bëni vetë. Unë kam zbritur me kështu me kuzhineta. Me bicikletë. Jo më vlla, edhe me monopat. Me patina. Me patina. Me një, jo me dy senjorë e mata i shoku im, unë me i kom kështu. Je për të aplikuar te Red Bullit e këto lërat ekstreme. Do ta. Kur dy Shqipëri do të thënë kemi edhe në një çunë këtu që merr. Red Bulli sponsorizon këto sportet ekstreme. Edhe është shumë e vështirë ajo. Do ta provosh një? Po pse valla? Po mua agenti përveç pilot makinash mua kujton ekonomikun për vete. Nga që ne jemi një auditor, fati jonë jemi një aty. Edhe ka diçka që do të them, që nuk kemi bërë një herë mësim mërzitshëm. Ka qenë gjithmonë interesant. Një herë në ka ardhur me makarona me marshmallow. Po shpjegonte teorinë e spaghetti marshmallow challenge. Po. Është shumë e bukur që flet për team leadershipin dhe si ndërveprojnë njerëzit për të bërë ekip. Është shumë e bukur ajo. Shumë thonë vija me qef në auditor vetëm. Njëri e fitoi se duhet të qëndronte struktura 3 minuta. Fitova po a ditë më zon se unë gjithë në tavan dhe bëra hile. Po si ishte Flori si student? Shumë i mirë, shumë pozitiv, shumë allegro, shumë i këndshëm. Edhe mbi gjitha shumë praktik, jo. Kishte përgjigje praktike, nuk është se lexonte shumë, po përgjigje kishte praktike, intuitive. Unë jam rësit vetëm atëherë kur ti ke pat grupin tjetër. Dhe ke pas seminarin me ata, e çova bërë drift para atyre dhe ne nuk na bëre. Aty e mërzit vërtet. Po tani e gjetet më poshtë në emision. E pas faleminderit. Kanë 3 vjet mërzit. Tu ardh letra. Vetë valla pse vjen Flori mërzit në punë. Çka ka Flori? Jo, tani e kuptova dhe arsyeën pse më ka ftuar, tani e mora. Unë do të çoj profi nga tani e vim, se kam thirr gjithë jetën, po. Me këtë që the vjen i letër nga rektori tani, pa opsion muhabeti. Çka kanë më këto? Balanca, po them pedagog edhe kjo jeta e pilotit. Është vështirë ta mbash të dyja. Po, është një çike vështirë se tani duhet me heq kostumin edhe me vesh të tutën, domethënë si në 2 mude komplet ndryshme.
Është e vështirë, po unë me thënë vërtetën, fakulteti më ka ndihmuar shumë, bëm edhe një aktivitet që ti ishe që bërë atë prezantimin. Dhe çuditërisht kanë shku gjërat shumë mirë, domethënë nuk më ashtu fare. Thjesht këta çunat që unë bëj gare janë kryesisht vinë nga, si thosh, janë mekanik, vinë nga bota e makinave dhe janë çuditë që ne ky profesori tani bën gara me neve si ka mundësi. Po nganjëherë duhet menaxhim, duhet me pas njerëzit e dur, me pas ekipin e dur dhe mund t'ia dalësh. Atë ka ndodhur që ndonjë student ka marrë të pasionin tënd dhe ka garu në ditë. Nëse ti ke qenë te garat te slalomit që u bë. Po e di pra, prandaj atë do një student, që kisha student dhe qelluam sepse ne ishim dual track dhe ishim konkurrencë kështu. Kush e prente finishin e parit në 4 xhira. Kok më kokë ti. Po, me çfarë po garonit me makina. Unë isha me një BMW M3 competition, ky ishte me një Golf 6 a 7 kështu. Stage 2. Me modifikimet e veta. Ishte më e përshtatshme për atë cirkuitin atje, edhe tani fillon gjithë duke vënë bastë profesori apo studenti. Unë faktikisht 2 xhirat e para eca normale dhe ishim shumë po luftonim shumë, gati sa ai filloi të mendonte që mund t'ia dilte për pak. Pastaj nuk e di e mban mend Flori, xhirën e 3, xhirën e 4 fillova çik në mënyrë më kirurgjikale me kthesat, me frenime. Një telefon aty do të ngel fund vitit. 3-4 sekonda. Jo, i thashun nëse ti fiton, i thashun ç'a janë lënë, ç'a duan, do ke kalume. Shaka, se nuk ku është shkolla të vëllë vëlla. Ka qenë Flori. Ai nga ajo gar do të mësuar na gjë një leksion shumë të rëndësishëm nga ti. Po jo, se po gjithë po prisin që të bëj kjo historia, se do po të fitonte ai, është domethënë del kjo studenti që mund të mësojë. Te sheshin Nën Tereza. Pa është e vërtet që mësuesi gjithmonë e ruan një sekret pa ja thënë studentit. Po tani kjo ndan shumë holl mendoj unë. Ka mësues që japin gjitha dhe me shumë pasion edhe studenti bëhet më mirë, ka dhe mësues që mbajnë një gjë kështu për vetë rezervë që në momentin e durë shkrepin. Ky rasti i dytë ishte edhe imi, se unë kisha, pastaj e dija që se unë kam stër vite më profesionale, domethënë ditë ku ta çoj makinën, kam shumë vite, kam qenë 17 vjeç që garoj. Kurse ky studenti kishte është qefli, kështu i pëlqej shpejtësia. Po i talentuar që qeflit e golfa dhe më duket çik çuditshëm se golfi është makinë për popullin, sërish tani se ka golf. Këto golfa xhiti them unë. Shumica janë përqendruar në fushkruj, gjithë aty golfa. Gjithë golfa. Po më qira fjala çka ke makinë preferuar? Unë makinë preferuar kam që kam preferuar, që kam në zemër është Alfa Romeo. Alfa Romeo. Sa të thonë makinë tjetër. Ajo ka qenë makina ime e parë që kam bler si student në Itali, më qelloi një Alfa Romeo 33 Boxer, besoj regjia duhet i njohë se. Regjia e njeh, se janë vjetër. Me një motor shtrir, pra 2 pistona 90 gradë, 2 pistona këtej, 2 pistona këtej me një zhurmë shumë të bukur. Çfarë motori kishte? Boxer quhet, është 90 gradë i shtrir, pra nuk është 4 cilindra linj, po janë 2 këtej, 2 këtej dhe janë shtrir 90 gradë. Si motori Boxer i Porsche-it. E kuptoj. Po i pyetja kam, çfarë mendimi ke për Fiatin? Fiati, shiko, Çiku e çend. Fakt, Fiati menaxhon gjitha, po ta dini, dhe Alfa Romeo dhe Ferrarin, gjitha grupin e Fiatit, edhe Juventusin, edhe Jeepin, gjitha, kështu që bën për Ferrarin Fiati. Fiati është si thosh nëna, është nëna e gjithë këtyre shtëpive automobilistike të famshme. Shumë pak e di që Fiati prodhon për Ferrarin. Po tjetër. Vet Maserati. Ja them një kuriozitet tjetër. Maserati prodhohet në fabrikat e Fiatit në Torino. Interesant. Ghibli, Graziale, këto. Po Bugatti kush e ka? Kush e prodhon? Bugatti është, unë e di që është makinë franceze, është Bugatti nuk ka çeduar, bën 10 makina në vit, po i bën kështu të personalizuara për këta që shpenzojnë 4-5 milion euro. Nuk janë për ne domosdoshmë. Edhe Cristiano Ronaldo e dini që ka merr gjithmonë ato. Dhe koha e dorëzimit varion 1 vit e gjysmë, 2 vjet, duhet ikësh bësh një intervistë, kush je ti, se s'mund të shkojë një që merret me. Po Ronaldo s'ka nevojë për intervistë, kam përshtypjen. Ronaldo jo, po të tjerët një që nga Shqipëria për shembull duhet të shkojë të bëjë një intervistë, ç'a bën, me ç'a merresh, ç'a backgroundi ke etj. Po për ç'a duhen këto, unë duhet të blej. Ai do befasohet. Pastaj Bugatti nuk ta shet makinën nëse ti je vjen nga bota e krimit apo pas. Jo, unë po them ti je njëri normal, ke njëri normal po. Njohur për shkak. Një biznesmen i fuqishëm. Duhet të kesh dhe çik driving skills, sepse ato janë makina që të hedhin, domethënë ajo 0-100 e kap diku. Po ti e preke pa gazin edhe shkoj 200, është. Unë kam pas pa dokumentar plak për frenat e frenimin e Bugatti, që ishte sa 3 fusha futbolli. Kur ishte me 300, ne di me sa. Po. Momentin që frenote, që shtypte atë pedalin e frenave, deri kur ndalote makina,
Ishin gati 3 fusha futbolli. Po ti llogarit të shpejtësi ke. Kod Fernand, se ti vdek gjokë. Këto makinat që quhen hypercars, to përdorin edhe teknologjinë e fënjishit, pra karboqeramikën, këto sistemin e ajrimit frenës, etj. Se ju ka ndodhur besoj kur keni zbrit llogaran që ajo era. Edhe që s'man frena makinat. S'man më frena se konsumohen ferronë. Kurse karboqeramika nuk mban temperaturë, ka eficiencë etj. Profe, ke një makinë tënde në formula. Tani ku lindi kjo makinë, ideja si e krijove, çmimi, gjitha duan të dinë detaj për këtë. Tani makinën më shkova në Itali në Gjiza unë dhe lindi mas dhe muaj. Me pak fjalë. Kurioz jam me këtë në Gjiza, ja kuptoj. Kurioz jam për paru shkenca Ua. Në fakt kjo është një makinë që prodhohet në Itali, në atë që quhet Terra dei Motori, afër Bolonjës, është status, vjen nga disa të apasionuar që kanë bërë gara dhe pastaj e kanë konceptuar si kokpit dhe kanë tashmë u bë 20-30 vite që prodhojnë makina vetëm për Formula 3. Dhe gjithë kampionatet europiane apo botërore të F3-shit, supplieri është statusi, makina që ka mund. Makina vetë është Renault. Jo, nuk është Renault, është status. Por merr motor Renault. Okay. Po mund të ketë motor Alfa Romeo, mund të ketë motor Fiat, çfarë do lloj motori që mund përshtatet. Dhe pra gjithë to Fia F3 për shembull tani ka një status siç e kam unë. Makina ime kanë bërë gara në vitet 2005, 2006. Domethënë kanë filluar që nga vitet 2000, madje edhe vetë Kimi Raikkonen, nëse mbani mend se ka ikur tash nga. Ka qenë me Ferrari. Po, ka qenë me Ferrari, po. Ka fituar një herë në Formula Renault dhe nga Formula Renault ka hyrë direkt në Sauber atëherë në vitin 2001. Pra ishte kampion i Renault, pra është një shkollë shumë e mirë për të shkuar në Formula 2, për të shkuar në Formula 1. Ti ke menduar kalimin Formula 2, Formula 1? Po ne jemi çik moshuar tani, si jemi në atë fazën, domethënë duhet të jesh shumë i ri. Ja, juve po. Se ka dhe moshë. Po tani gjithta fillojnë me baby card, fillojnë që 4-5 vjeç. 10-11 vjeç ata janë super fare në makinë, bëjnë gara, kanë shumë eksperiencë dhe pastaj nga mosha 14 fillojnë F4. Dhe pastaj F3-shin, F2-shin dhe F1-shin. Ka qenë rasti i Ilirim Sendelin, nëse mbani mend. Ai arriti të ishte kampion në F4, European F4, në cirkuit doli kampion, në Formula 3 bëri shumë mirë, bëri gara shumë të mira, fitoi edhe Span, që është një nga garat më të rëndësishme. Shkoi deri në F2, por pastaj e la sponsori dhe ngelin mes. Çfarë ka qenë vështirë për të bërë kalimin Formula 1? A duan ana monetare shumë të madhe? Ky është debat shumë i hapur. Kemi Lance Strollin që ka babain e vet ka Aston Martin. Është një pilot meso dhe poshtë, do thoya unë, më shumë, domethënë bën shumë gara, prish makinën, ka shumë kosto. Dhe nga ana tjetër vazhdon të jetë një pilot Formula 1, ndërkohë kemi pilot shumë talentuar si Daniel Ricciardo që u ezoneruan mes sezonit nga Red Bull, si e ka tash kjo skuadra satelite Red Bullit, jo Alfa Tauri, po se çka një emër tjetër, si po kujtohet tani. Nëse edhe domethënë pilot shumë të mirë që nuk arrin dot, edhe domethënë varet, o ke buxhete, o ke portofolio shumë të larta, ose ky Colapinto, edhe ky Colapinto kishte Argentinën nga mbrapa sponsor, dhe tani është piloti i tretë më duket nuk e di kush e ka marrë një nga këto skuterit e nivelit 2. Mendoj që një ditë do kemi një pilot shqiptar në Formula 1. Po rasti Zendelit, edhe pse Zendeli nuk është fare shqiptar, domethënë është me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ka pasaportë gjermane, pra nuk se vinte donte thonte shqiptar, po ti si je shqiptar, ti je me pasaportë gjermane. Pra ti ke flamurin gjerman kur garon. Unë nëse garoj me flamurin shqiptar. Se edhe kjo është e rëndësishme, se ti ke origjinë shqiptare, po kë përfaqëson funditës. Rasti Zendelit ne kemi qenë shumë afër, se është me vërtet pilot shumë i mirë, i përgatitur, i stërvitur që i vogël, edhe me këto sportet marciale, domethënë se duhet të jesh shumë shkatësi, forcë gjafa, forcë gjafa të gjitha. Ishte rasti më i mirë që mund ta kishim, por nuk e suportuan sponsorët, edhe ai nuk është se në F2 pati super rezultate, domethënë ka qenë mes klasifikimi, fund klasifikimi, edhe sponsorat pastaj nuk e kanë ndikuar dhe psikologjikisht kjo situata, pra ne edhe ka qenë në fund klasifikimi. Shiko, është presioni shumë, domethënë kur ke njerëz nga mbrapa, ju nuk e di keni bërë edhe me PlayStation keni los ndonjëherë fëmijësh, kur ke ato ose kur ke presion nga mbrapa, domethënë kjo është forca e intimidimit, sa intimidohesh ti, pra e ke mendjen te trajektora jote apo e ke mendjen kur do të parakaloj konkurrenti. Kjo është shumë e rëndësishme për të menaxhuar. Presioni, se mos në Formula 1. Fokusohesh, po konkurenca ke Formula 3, si është? Unë tani garoj në një tjetër disiplinë, në hill climb, pra garat malore. Dhe unë kam time attack, domethënë start finish. Dhe jam vetëm. Unë xhirot shpejt jam shumë, domethënë një xhirot shpejt e nxjerr shumë mirë.
Po në garë pastaj gara do shumë eksperiencë, do shumë fuqi fizike. Janë hyrë shumë elementë tjerë. Kurse në time attack unë jam shumë i fortë, domethënë e kam pas që i vogël të gjën. Edhe më ka ecur shumë mirë, domethënë hyrë në atë si thush aftësitë e mia. Për çfarë bëhet ajo stërvitja që kanë pa e bën gjithë top pilotët edhe qafës. Qafa tërheq elitarit. Tani llogarit ti nga për shembull në Monza, ju e keni parasysh pistën e Monzës. Nga 365 të bësh një decelerim në 3 sekonda në 70 orë kur hyn te shikani parë. Qa force mund të kesh domethënë përpara, qa force G mund të ndjesh apo në kthesa. Po, shumë e vështirë me thënë drejtë. Në kthesën e spas, në rrugë, në spa, ajo është domethënë qafa është gjë. Ne llogarat shkojmë zbret atë me mbajt që kam një. Merdi sa koldi. Pilotët bëjnë Komi kështu si ashtu mu këtu. Kampiansi. kom si së koldi. E zoti më. Shpejtësia më e lartë e makinës tënde. Po se di tani mbi 200 se makina ime nuk ka kilometrazh. Mbi 200. Mbi 200. Po flasim në malore, për shkakun kush e ka qenë në malin e Kruajs në Sari Salltik? Tani nuk e di unë çfarë më lore, po në autostradë me makinë time Po autostrada, domethënë në Formula 3 nuk është. Policia shtetit doni like të video. Nuk kam qenë në Shqipëri. Nuk është çështje top speedi, se sa është çështje shkallësie, manovërshmëria. Ne hypim dhe male ke parasysh sa është pendenca 10%, 5%. Që bëhet më vështirë për shpejtësi. Top speedi duhet ta kem pas mbi 200, tani nuk di ta them tamam se kam kilometrazh. Po kjo adrenalina nuk ju vjen kështu për shkakun urat fikët nga shpejtësia e madhe ose kur ndodh në një gjë që ti devijon në moment fundit. Është një kështu që të mbyll tërthojnë sy. Shtrëngohesh ndonjëherë, po unë me këto barierët anësore kam pasur çik probleme se i kam rënë një 2 herë kështu, po thjesht e kam fërkuar që kjo pa asnjë lloj zarari. Për shembull, mua më thonë më ka 90 herë makinë time që kam devijuar ka qenë gati aksident, kam deviju 2 makina kështu shpejt, edhe në atë moment ersohesh fare, kupton? Fillon drejtën komë. Po, tani se di, unë jam mësuar me gara që 17 vjeç, kam bërë gara, kam pas momente të vështira, jam shtrënguar në herë foç, do frenoj. Shumicën e rasteve më ka ecë se ka frenu makina, jam kthy, kam vazhduar jetën, si thon. Po kam pas dhe raste që për shembull në Maqedoni kam bërë një 2 aksidente në gjithën pistë 2 herë. I kam rënë këtyre gardrenit, mbrojtëseve anësore. Po thjesht i kam prek me gomë, nuk se kam Po bën kështu aksidente që prish makinën, duhet ta riparosh vetë. Duhet ta riparosh vetë, patjetër. Kam një me ekipin, me sponsorat, me buxhetin që ke vitit. Kush mendon që është makina më e sigurt? Mund të përfshish Benzin, Audin, mund të përfshish BMW-n, varet, kush mendon? Kjo makina që ka prodhu ky i Teslës, si e ka? Cybertruck, që e kanë bërë edhe domethënë kanë imituar barkun te Elon Musk. Po nuk dalën në rrugë në Europë paktën. Kanaru, Cybertruck, Kanaru në Shqipëri, atë më kishte plasë ditë